Porti i Durrësit ka regjistruar trend pozitiv në performancë gjatë 10 muajve të vitit 2025. Sipas të dhënave zyrtare, në periudhën janar-tetor, në port janë përpunuar mbi 3.2 milion tonë mallra, një rritje prej 7.2% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, e cila përkthehet në rreth 219.000 tonë mallra më shumë. Importet dominojnë ndjeshëm në volumet e mallrave dhe janë rreth 3 fish më shumë se sa eksportet. Sipas statistikave, në 10 muaj rezultojnë rreth 2.4 milion ton mallra të importuara, ndërsa rreth 783.000 ton janë mallra të eksportuara drejt tregjeve ndërkombëtare. Rritja e importeve me 27% tregon zgjerimin e kërkesës së brendshme dhe demonstron rolin e portit të Durrësit si një qendër e qëndrueshme e furnizimit dhe distribucioni, thot Autoriteti Portual Durrës. Edhe sektori i kontenierëve ka shënuar rritje të ndjeshme. Gjatë 10 mujorit janë përpunuar rreth 189.000 TEU, 15% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit 2024. Trend rritje ka regjistruar dhe lëvizja e pasagjerëve me tragete. Në total, 694.310 udhëtar kanë përdorur portin e Durrësit nga janari në tetor. Ky fluks tregon një rritje prej 5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Statistikat dëshmojnë se kompleksi portual Durrës vijon të mbetet nyja më e rëndësishme detare dhe logjistike e Shqipërisë.